që e ka prej teje. I vetmi ai I cili don që të ofrohet ofër teje dhe ti më ofru atij pa asnjë përqindje të interesit është Allahu te bareke ve taala. Në është transmetuar të dashur vëllezër besimtar se njëherë një beduin I cili ishte mëkatar dhe gjunaçar kishte shkuar afër Çabës në hijen e Çabës dhe I thonë të këtë fjalë: O Zot, ti ke robër të tjerë dhe njerëz të tjerë të cilët meritojnë të dënohen dhe ti ndëshkosh ata. Mirë po ti ke zgjedhur që të mos provosh dhe të më dënosh mua, atëherë o Zot falënderimi të ty. Mirë po thot ky personi: Dije o Zot, se unë nuk kam askën tjetër përveç teje, që unë shpresoj të më falësh. Askën tjetër nuk shpresoj përveç se te ti o Zot jam. O ju vëllezër besimtar, o ju musliman, Allahu qenë ka I mëshirshëm, Allahu qenë ka falës, se Allahu e dën faljen, për këtë arsye Allahu fal. Allahu është dhurues, për këtë arsye Allahu dhuron. Allahu ty të don. Vlla I dashur besimtar, po mos të kishte dashur Allahu ty, nuk do të kishte bërë musliman. Thot Allahu yuhibbun wa yuhibbuna. Allahu I don ata, mirë po edhe ata e dojnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kene mendjen tënde çdo herë vlla I dashur besimtar, se Allahu ty të ka zgjedhur prej krijesave të tjera dhe të ka bërë të dashur imanin dhe besimin në zemrën tënde dhe të ka bërë të urryer mosbesimin, shirkun dhe idhujtarinë në zemrën tënde. Dhe për këto duhesh me I ditë nimet dhe begati dhe falënderim Allahut azza wa jalla. Dhe dinë të dashur besimtar, kur ne I shohim njerëzit se janë duke na ofruar ne, shumë prej tyre, shumica prej njerëzve, në ditën e Zotit të ofrohen si shkak I ndonjë dobie apo ndonjë interesi që e ka prej teje. I vetmi ai I cili don që të ofrohet ofër teje dhe ti më ofru atij pa asnjë përqindje të interesit është Allahu te bareke ve taala. Ku Allahu azza wa jall po të thërrëz dhe po thot: O të robi jam, eja këtu dhe puno ashtu siç po të them unë, në mënyrë që me arrish përblimin e Allahut azza wa jall. Kjo vëllezër është faktori I parë që ndihmon njeriu të jetë soi I rahatshëm dhe I qetë dhe me harmoninë e jetën e tij, me besim të pastër te Allahu azza wa jall. Faktori I dytë, çështja e dytë, elementi I dytë që ndihmon çdo njeri, çdo besimtar të jetojë I qetë dhe I rahatshëm në jetën e tij është mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam dhe marrja e shëmbëtyrës dhe trasimit rrugës pejgamberit alayhis salam. Ne të dashur vëllezër e shohim kur ndonjë njeri ofrohet tek ndonjë person tjetër, ai në vetveten e vet gjen rahati, siguri dhe afërsi ndaj tij. Pse? Sepse ai ka ose pozitë, ose është me nder të madh, ose me fam të madh. Nëse ti e pyet atë person, cili është shëmbëtyra jote? Kush është modeli jot për këtë jetë? Ai thotë është filani. Po pse? Se ai ka pasuri, ai ka pozitë, ai ka nder, ai ka nam dhe emër në mesin e njerëzve. Pra ky njeri gjen rahati, qetësi dhe harmoni dhe afërsi tek ai person në jetën e kësaj bote. E I dashur Allah, si qëndron çështja dhe puna, ku Allahu te bareke ve taala neve na ka thënë se jo profetin Muhammedin alayhis salam e keni shëmbëtyrën dhe modelin më kryesor. Atëherë vlla I dashur besimtar, pse ti ke angth? Pse ti ke depresion? Pse ti shqetësohesh? Pse ti brengosesh? Pse ti ke stres në jetën e kësaj bote? Ku ky Muhammed, ky profet, për ty është kujdes. Ty të ka dashur dhe të don shumë. Dhe don që ty më të shpëton nga zjarri I xhenemit. A nuk e ke dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhis salam, ku I dërguar Zoti një ditë prej ditëve ju thot sahabëve shokëve të tij duke thënë: وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. Pejgamberi alayhis salam po ju thot shokëve të vet prezant: do të dëshiraja ti takoja vëllezërit e mi. Sahabët po I thonë: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. A nuk jemi ne vëllezërit e tuaj dërguar me Zotin? Po thot: jo, antum ashabi, ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët do të vinë pas meje, të cilët do të më besojnë mirë, por nuk më kanë pa. Sahabët po I thonë: o I dërguar me Zotin,
si do të njesh ata persona në ditën e gjykimit, këta vëllezërit e tu. Pejgamberi alayhis salam i thotë: çmendoni për një njeri i cili ka një tufë të madhe kuajsh, dhe në mesin e kësaj tufe të madhe të kuajve ka kuaj të cilët janë me shenjat të bardha në ballat e tyre dhe në këmbët e tyre. Në mes në gjithë kuajve të zi, a nuk ka mundësi pronari dhe njeriu me i njoft ata? I thanë bela ja Rasulullah, gjithsesi o i dërguar i Zotit. Pejgamberi alayhis salam po i thotë: unë në ditën e gjykimit këta vëllezërit e mi do t'i pres dhe do t'i njoh në bazë të shenjave të abdesit të cilët ata i kanë marrë në jetën e kësaj bote. Dhe unë do t'i pres ata tek burimi i xhenetit në haud. Po vllai dosh pas po. Ky qenë ka profeti Muhamedi alayhis salam, i cili pas ka thonë për mu dhe për ty se unë ty të du, dhe ka dëshiru takim pejgamberi alayhis salam. Pas gjithë kësaj ne e gjeni se nuk ju nështruani urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit alayhis salam.